Për ditë me radhë, koalicioni Vlen ka ngritur intensitetin e aktivitetit publik duke parlemruar Kongresin e Bashkimit. Sipas tyre, shtuna do të kurorëzoj përpjekjet për unifikimin e faktorit politik shqiptar. Koalicioni Vlen nesër më datë 9 maj në ditën e Evropës do të mbaj Kongresin e Bashkimit, ku 5 objekte politike formalisht duhet të miratojnë vendimin për të vepruar si një subjekt i vetëm politik në kuadër të bllokut politik shqiptar në vend. Në prag të Kongresit, Vlen doli me mesazh se procesi i bashkimit ka qenë i gjatë dhe përplot sfida politike, dyshime dhe tentativa për të parandaluar këtë proces. Sipas Vlenit, ky bashkim ka peshë historike dhe ky është premtimi që Vlen u dha shqiptarëve. Por si e shohin qytetarët këtë kongres dhe këtë bashkim të Vlenit? Po çdo bashkim është i mirë. Bile unë do kisha thënë të bashkohen gjithë. Zlivave, s'kam koment për ata dim vetë punën e vetë, me siguri, besoj që i ma mirë do të bëhet se... Po kush duhet të jetë kryetari i Vlenit, Bilal Kasami apo Izet Mexhiti? Kuptohet, Bilali do të jetë. Mama era për shqiptarët. Më mirë për shqiptarët, Po kush duhet të jetë kryetari i Vlenit, Bilal Kasami apo Izet Mexhiti? Ku e di, ku callin dhe vlerësoj. Normal gjë më mirë. Më mirë është, Sa më dashkuar që është më mirë. Po kush mendoni që duhet të jetë kryetari i Vlenit, Izet Mexhiti apo Bilal Kasami? Varës të vendosin organet partijake, unë mendoj se Izet Mexhiti do të jetë më mirë. Në atë galet ja baj Vlenit dhe baja ju, unë jam plak. S'mund të më interesojnë dhe to hiq. Ma mirë me u bashku. Ma mira. Ma mirë është, Deri tash, Bilal Kasami ka punu shumë mirë, jam i gëzau. Pas kongresit, Vlen si pjesë e qeverisë do të duhet të përballet me shumë sfida që prekin drejt për drejt qytetarët. Situata ekonomike, mërgimi të rinjve, pozita shqiptarve, gjua shqipe, eurointegrimet evropiane e shumë çështje tjera duhet që nga premtimet të shndërrohen në rezultate të prekshme.